Marrja dhe turbi është gjendje shpirtërore, është karakteri brendshëm I insanit dhe I njeriut, me të cilin karakter ai frenohet dhe e ndal vetën për disa veprave që nuk janë të mira. Që kjo marrja, ndryshimi I brendshëm që I vjen, se që kjo s'ban me e ba, se është turp me e ba, se është e lig me e ba, që kjo është turpi. E Allahu subhanahu wa ta'ala e don turpin, e donë muslimani me kanë I marrëli, me kanë I turpshëm. Andaj ka sjell një varg hadithesh. Për gjërave që I ka sjell, ka thënë kështu pejgamberi jon alayhi salatu wassalam: çdo pejgamber I ka thënë popullit vet një fjalë, po ja u tham edhe unë juve. Para më të nderuar xhamat, sikur njerëzit a e keni pa kur gjejnë gjëra të vjetra, thotë kjo I ka 1000 vjet, kjo I ka 1500 vjet, dhe I çmojnë ato dhe I ruajnë ato. Sikur që ata I ruajnë në për muzeja të ndryshme, me ligje, me sigurimet larta, gjërat të zot janë fizike, po thotë kjo I ka 2000 vjet. Kështu muslimanët I kanë ruajt hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë na ka thënë. Unë po ju kallzoj këtë pejgamber që ju kanë thënë popull vet. Çdo pejgamber pite Ademi alayhi salatu wassalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë kanë thënë çka llaf, këtë fjalë kanë thënë çdo kush popullit vet. Çka I ka thënë? Ka thënë: "Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta." Nëse nuk të vjen marrë, nëse nuk të rëprosh, qka dush ban? Qka dush ban dhe I shpegum që I bje kjo? Kjo I bje e para, se pa turp, s'ka mundësi me ledzu mesajin, s'ka mundësi me ledzu halal haram, s'ka mundësi ti me e një qka të fol. E dyta, cila është se kjo është alarm, kjo është e kundër të asaj qka thuhet. Pra, fësna ma shite, kjo është që ti të largohesh për ti, për ndryshe ai ka mu përgjigjë për ata. Po ti ki hek dur, ki ngrethu, ki zdrej që të morë, që dojnë të baje. Kjo që ka dojnë të baje është se ki ka mu përgjigjë për ata. Edhe e treta, qëfar është, sa jo I ndëshkum. I ndëshkum, se fakti që s'ka frena, nëse ti e sheni vetur pa frena, e ka morë njani kanë kalzu, mos e s'ka frena, mos e s'ka frena, a jo se une edhe pa frena dije, a pa frena dije, apo, edhe u ka shlu për një përpjece edhe për shluot. Nëse na këtë bashkë këthojna, që ki ka mu përplas, a e na të përplas na, ka mu përplas vet. Ja ka mu përplas vet. Se I kanë kalzu se s'ka frena dhe e ka morë prap. Por këtë asy, a I qka s'ka turp, që kanë thonë këtë pengamber? Po qka dush ban, të ki mu përplas. Pa tjetër e ki mu përplas, se s'ki frena. Turpi o frena e njerit, e nal, frenan. Por këtë asy të ndëruar gjëmat, shëshria, njeri, insan, individi, s'ka mundësi me ruj diçka të mirë pa marre. A mund të paramenoni njerin hitë s'ka mare, hitë kur gjasi ven mare. Sa I rëzik shumë më morë me ta ti, sa I rëzik shumë me pas t'i pun me ta, hitë si ven mare. Ti vedh parët, qka të dojet ban, se si ven mare për kur gjo. A më në ban dost, a më në ban dost. Do në gjona hadithin e radhë që ka I ka selim më Bukhariu, nga Aisha dhe nga Uthmani radhiallahu anhuma. Uthmani o shoki I treti për nga mberit alayhi salatu wassalam. Të regon Aisha radhiallahu anha, thot, një ditë për ditëve pejgamberi ishte I shtrim të dhoma e vetë. Por ishte shtri duke pushue, edhe pet ku I ti kishte kalu pak një pjesë e gunit I gjunjve ishte zbulue. Po kanë të pushu shpit vetë. Thot edhe ardh Ebu Bekri baba jem, edhe lipi izën, kam diçka me fol me pejgamberi për punë të tina. Thot tha pejgamberi në tinje. Thot Aisha, nuk lëvizi për veni, qështu I shtrim, pak kam të kishin dal gjuni. Tha, foli me pejgamberin selam, Ebu Bekri, shkoj Ebu Bekri. Pas një kohë erdhi Omeri, edhe kërkoj leja, ka mundësi me hite I dërguari Allahut alayhi salam? Tha po. Në tinje tha Omeri. Erdhi Omeri, nuk lëvizi pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe e kryti punë të vet, shkoj. Mas një kohë erdhi Uthmani radhiyallahu an. Dhe Uthmani vetë ka kallzu këtë hadith, edhe Aisha ka kallzu, tudi ja ka prezant ngjarje. Kur ka ardhur Uthmani, pejgamberi sa Uthmanin e ka përshkruajtur si njeri më të turpshëm këtij umeti. Çfarë ka thënë? Thot kur erdhi Uthmani, edhe e niti, a ka mundësi me vol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam një punë? Atëherë pejgamberi sa u quë, pi si këtu shkështrim, I shloj kam të petkun e vet, I mloj gjujt, edhe I tha Aishës, mbledhu, largoju, mbledhu. Edhe erdhi Uthmani, kryti punën e vet, shkoi. Aisha si interesoj se Ebu Bekri dhe Omeri realisht janë ma autoritet se sa Uthmani.
Mirë po, Zoti si cilin e ka falë me një karakter I cili ato këtë janë marrëli. Ama Osmani me marrë këtë jo ka kaluë. Qysh I thash, ja Rasulullah, Aisha, ja Rasulullah, erdh Ebu Bekri his lëvize, e so se punën qështu I shtrim. Erdh Omeri e shtrose punën qështu I shtrim. Kur erdh Osmani thave, u ngritë edhe më thave mbledhur se Osmani ato ardh. Pse e vone këta për Osmanin? A dëgjon e përgjigjen të ndëruar xhamat. Tha o Aisha, Osmani a njeri I marru shumë. Ka shumë marrë I ven shumë turp. E unë e këpat Afrikë, sa I me mpa mu qashtu, a I zven me e lipat punën shka ka arë me lip. Pi marrës madhe. Ka thonë o Aisha, po me laqeve bë ju vjen marrë pi Osmanit. Me laqet e Zotit kër e shojnë Osmanit ju vjen marrë. Se marrë ka I turp shpi për cilë turp. Ka thonë asë më stën vene mu marrë kur me laqet I vjen marrë pi këtë në. Shikonem të dërguarin Allahut alayhi salatu wassalam. Nga turpi Osmanit, çfarë tha? Mbledhu. Jo me sa ato tjerë, fundi pak gjuhi u ka pa, jo diçka, pak gjuhi. Dhe sot njerëzit del shorca, I thotë, se s'ka problem. Po më mos as dven marrë ba. A nuk dven marrë, dve do ta banë xho mu fal çështu. Po ja, apo do cullak mu fal. Apo do cullak mu fal me ta gjet në fetva. Kjo febo, kjo ndera para Zotit të dal. Ebu Bekr Siddiku kur ka bë tush, kur ka marr gusull, si ka ek tesh atë hiç. Si ka ek tesh atë hiç. E ka lënë një pjesë të trupit, pastaj e ka ngre petkun, e ka lënë pjesën I ka ardhur marrë për Rabbul Alaminit, për Zotit madh te bareke ve teala. Marrë e ka marrë këtë fe, turbe e ka marrë këtë shoqëri. Po këtë arsye të ndëruar xhamat, shire Muhamedi alayhi salatu wassalam. O Aisha tha mbledhu, ik mbledhu. Çu pejgamberi sa tha to ardh njëri marrëli okay. Andaj të ndëruar xhamat, nëse dojmë të harrojmë këtë shoqëri, nëse do ti më rujt veten tane, familjen tane, evlat të tu, për hap marrë, për hapet turpin, thuj të të vene marrë, të të vene turp. E jo runa Zot me në ardhë gjendja neve, sikur t'i shkon gjallë pejgamberi selam, apo vetë fjala e tij alayhi salatu wassalam që ka thënë çdo pejgamberi popullit vet, nëse s'të vën marrë ban çka dush. A kemi mrina në këtë gjendje të ndëruar xhamat që shoqëria jon, adresa e shoqërisë tonë më kanë, si mos t'ju vënë marrë bani çka dush. Do ta shohim me lein Allahu te bareke te me hadithet e radhës të cilat na I ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e madh xhelal xhelal këtë ditë xumaje, që Allahu të na stolizet, na zbukuron me turp. Allahu na bën njerëz të cilët na vjen marrë. Mas pari me na marrë prej Allahut subhanahu wa taala, nga begatitë të shumta që na jep, nga të mirat të shumta që na jep, e çish ja kthejna na Allahu subhanahu wa taala. Na vjen turp që jena musliman, e s'do të më bëj do punë, jo për diçka tjetër. Jo për diçka vetë se I musliman. Zban me vë se I musliman. Njerëzit shohin model, njerëzit shohin urnak, andaj le të vjenë marrë vetë se I musliman. Elusim Zotin e madh Allahu subhanahu wa taala ta stolis, ta zbukuron, ta mbush shoqërinë tonë, e sidomos të ri dhe të rejat e kësaj shoqërie, Allahu t'ju jep turp. Allah ju t'jep marrë, t'ju vjen marrë për zjerave t'liga. Elusim Allahun subhanahu wa taala në këtë ditë xumaje ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një çast ku pranohet duaja. Elusim Zotin e madh që Allahu subhanahu wa taala krejt musliman anë kanë botës Allahu të ndihmon. Sidomos vëzhgjet tonë dhe motrat tona dhe pleqë dhe ato plaka muslimane, të cilat janë në zor, sidomos në këtë periudhë të dimrit, Allahu t'ju ndihmon. Allahu t'i përkra. Allahu xhelalusim që Allahu subhanahu wa taala na bën musliman të pranuar te Ai, besimtar të pranuar te Ai. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti Gjellë Gjellat në mundëson të marim nga libri Allahut, të mësojmë nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam.